Do flas shumë shkurt se unë kam folën protest, du të falenderoj secilin nga ju emër për një kontribut jashtëzakonshëm që keni dhënë në zgjedhjet e 11 majit. Kruja arriti rezultat historik, një fitore në Bashkinë e Krujës, edhe ju e keni bërë këtë fitore. Pa diskutim për me folë për plagët, dy gjëra shkurtimisht do t'i them, Kruja nuk ka njerëz, në orën 5 mbas dite nuk ka as gra as fëmijë as pleq. Shkolla Berberes, një shkollë dikur me 300 fëmijë, e mbyllur, nga Kruja kanë largu gjykatën, prokurorin, kanë largu zyrat e Adisës, hipotekën, Aluiznin, kanë largu çdo institucion të mundshëm. Malësia Krujës, një vend totalisht i rënuar pa njerëz, sipas censusit e Edi Ramës 48% ikje, sipas dhënave që ne kemi 65% larguar nga Mafsheqi, nga Ranza, nga Cullizall, Cullikam, Qafshtama dhe të gjithë fshatrat e tjera të Malësisë Krujës, që ka gjithsej sot vetëm 10 kullota, imagjinoni. Kjo është një katastrofë që ka ndodhur me rrethën e Krujës. Fushkruja me infrastrukturë të rënume, rruga e Gramzës e prishur, Urnaza e Fushkrujës, rruga e Luzit, Thumana e shkatrume, shkolla e Mallkuçit e mbyllur 9 kilometra nga aeroporti i Rinasit, ta mendoni. Dhe me që jemi në Rinas u kap dhe laboratori i drogës. Kjo është qeveria që ne kemi, prandaj qytetarët e Krujës kësaj radhe i dhanë një përgjigje shumë të fortë qeverisë socialiste me një vot plebiscitare kundër, duke arritur një rezultat historik, janë bastione që janë thyr mas 18 vitesh dhe kjo është vetëm si pasojë e punës tu. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Aulon. Tani ftoj në podium drejtuesin e qarkut Durrës, zotin Ojert Bylykbashi. Të nderuar demokratë të Kryes dhe Fushkrujës, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar koleg, deputet, kandidat, është kënaqësi që t'jem këtu me ju sot në këtë foltore që kryetari i Partisë Demokratike do zhvilloj me ne bashkë me ju këtu për diskutuar zhvillimet dhe atë rrugën që ne do ndjekim për shkuar përpara. Por unë si drejtues i qarkut Durrës për Partinë Demokratike, bashkë me kolegun zotin Strazimiri, por edhe me zotin Doja, me Andjen, me Aulonin dhe me kandidatët e tjerë, kemi bërë bashkë me ju, bëm atë që në Krujë dhe Fushkruj në Bashkinë e Krujës u arrit një diçka e madhe. Pra ju jeni autorët e një rezultati i cili është fitues dhe është baza për të gjithë ne që së bashku, pavarësisht të gjitha problemeve që kemi, është modeli se si ne mund të punojmë fort, akoma më mirë dhe të jemi fitues në zgjedhjet e ardhshme për Bashkinë e Krujës, dhe unë vërtet do të dëshiroja shumë që në reformën territoriale të kemi mundësinë që Kruja dhe Fushkruja të jenë dy bashki të veçanta, por në çdo rast ju keni dhënë provën se së bashku duke punuar përtej vështirësive, përtej presioneve, përtej shtetit dhe patronazhimit, ju të jeni fitues. Kështu që ky është një falënderim i imi nga zemra për punën që ju keni bërë, por falenderoj edhe kandidatët për rezultatet e tyre të shkëlqyera që patën në këtë zonë. Unë do të jemi shkurtër, sepse në këtë ndërhyrje, në këtë prononcim timi këtu para jush, por besoj të gjithë ju e keni të qartë situatën që po zhvillohet. Shqipëria po shkon me shpejtësi të madhe drejt një situate e cila kërkon zgjidhje vendimtare dhe atë detyre kemi ne demokratët. Partia Demokratike me në krye profesor Dr. Sali Berishën dhe të gjitha partitë e tjera opozitare që të mblidhemi në një front përbashkët për t'i dhënë drejtim kësaj dhe zgjidhje një situate e cila shqiptarët po e çon ngremin për ditë. Ju u tha pak më përpara nga gjithë kolegët, Kruja është nga vendet që e kanë ndjerë më shumë shpopullimin. Dhe shpopullim që nuk vjen thjesht nga zgjedhja e njerëzve për t'u larguar sepse duan diçka më mirë. Është modeli dhe shembulli se si shteti me dorën e vet në mënyrë të qëllimshme i shuan shpresën qytetarëve. Ja shuan prindërve, ja shuan fëmijëve, ja shuan kujdo, atij që do të bëj biznes, atij që do të shkollohet, atij që kërkon drejtësi, atij që kërkon rend, atij që kërkon normalitet jetës vet. Dhe ju jeni shembull, është detyra jon që të ngrihemi së bashku dhe ne kemi filluar një rrugë që është pa kthim, drejt rrëzimit të Edi Ramës dhe të klikës tij, i cili, siç e shihni, është në grahmat e tij në mënyrën se si sillet për ditë. Përpjekja për të mbrojtur Ballukun nuk është asgjë tjetër përveç se përpjekje për të mbrojtur veten e vet.
Tani, për te çdo gjë tjetër që ne do të bëjmë, ne ftesa jonë që për gjithë shqiptarët, ata jo thjesht për antarët dhe militantët e Partisë Demokratike, që të bashkohen në protestë për të rrëzuar Edi Ramën, ajo është rruga e vetme që në Shqipëri të rikthehet demokracia, pluralizmi, normaliteti dhe rruga e Shqipërisë drejt Evropës. Unë nuk do zgjatem më tej, dua t'i kaloj fjalën profesor doktor Sali Berisha, kryetarit Partisë Demokratike, për të vazhduar këtë bashkëbisedim me ju dhe njerë faleminderit shumë.